Vjen keq kur shoh tendencat e disa komentuesve për t'i çuar gjonat në ekstrem, por duhet të them që jam shumë i lumtur që arrihet të menaxhoj me shumë vigjilencë, me gjaktësi dhe profesionalizëm një situatë tillë. Dhe sa për çunat janë nis me një mendjelëtësi për të bëu me demek diçka unusual, diçka ndryshe nga prangsat e tjerë, por fati i tyre i keq që kanë gjetë personin e gabuar. Por dhe duhur njëkohësisht, sepse shoqërizotit i ka mend në kohë akoma dhe di se si të menaxhoj një situatë të caktuar pa u dëmtuar askush. Që paqe. Vjen keq kur shoh tendencat e disa komentuesve për t'i çuar gjonat në ekstrem, por duhet të them që jam shumë i lumtur që arrihet të menaxhoj me shumë vigjilencë, me gjaktësi dhe profesionalizëm një situatë tillë. Dhe sa për çunat janë nis me një mendjelëtësi për të bëu me demek diçka unusual, diçka ndryshe nga prangsat e tjerë, por fati i tyre i keq që kanë gjetë personin e gabuar. Por dhe duhur njëkohësisht, sepse shoqërizotit i ka mend në kohë akoma dhe di se si të menaxhoj një situatë të caktuar pa u dëmtuar askush. Që paqe.